أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وحفظا لكتابك يا أرحم الراحمين أما بعد فالله تبارك وتعالى يقول وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج إلى آخر الآية صدق الله العظيم جماعة respektuar الله جل جلاله وجل شأنه këtë ditë sot inshallah muslimanët të gjithë mubarak I ban. Na pranoft Allahu Gjelle Gjelaluhu namazin I qindijës edhe ditën e Ramazanit. Ato që kanë bërë për të agjërun këtë muaj Allahu ummetit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam let ja provë inshallah. Përjetimet e tona sot janë me ajetin 12 surat Fatir. Ato që don Allahu Gjelle Gjelaluhu ve Gjelle Shanu të thot, atë din ai më mirë. Ka thonë wama yastawi al-bahrani hadha 'adbun furat sa'ihun sharabuh wa hadha milhun ujaj. Me siguri se Allahu Gjelle Gjelaluhu ban me këto dy fjalë të këtij ajeti një krahasim shumë të bukur, edhe këtë krahasim ja dedikon njerëzve të mençur. Njerëz të mençur konsiderohen këtë botë ato të cilët menden që afta fal Allahu Gjelle Gjelaluhu dhurat kanë ditë me shfrytzu mirë. Atë wama yastawi al-bahran nuk janë të barabartë, nuk janë të njëjtë dy detna. Allahu na thret me këtë ajet në hapsin. Na thret me këtë ajet me I shiqu me si të shëndosh disa gjana në përmet të cilëve na therr ta njohmi dorën e fuqisë atij. Ka thonë wama yastawi al-bahrani hadha 'adbun furatun sa'ighun sharabu. Nuk janë të barabartë dy detna, të cilët kanë dy lloj ujna. Allahu Gjelle Gjelaluhu na paraqet më së pari një lloj e pastaj paraqet llojin e dy të ujnave. Ai thot kështu: nuk janë të barabartë dy detnat, njëni prej ative adhb furat, I freskët, I ambël, pa krip. Pija ati është ka shije të veçantë edhe ka shije pije. Do me thonë, është I mundër të pijet edhe prej asaj, prej ati llojit të ujrave, mvarët jeta e çdo gjans prej njerëzve edhe prej jo njerëzve që jetojnë jo ndeti. Pra, edhe njëherë po këthaja me po thonë, Allahu Gjelle Gjelaluhu thot ujnat I kemi dalë në dy pjesë, pe thjeshtojmë pak, ujnat I kemi dalë në dy pjesë. Pjesa e ambël e ujnave edhe pjesa e gjelbët e ujnave. Prej në pjesën e ambël ujnave të ambël është mvarur jeta e çdo gjans e cila jeton jashtë adetit. Unë nuk duhet të futem më fellë dhe të them se cilët ujna janë më shumë, unë mendoj se ujnat e gjelbët janë më shumë. Për shkak se tritë katërtat e ujnave në botë janë të gjelbët, ato janë detnat edhe oqeanët e disa prej liçejve. Edhe wama yastawi al-bahrani hadha 'adbun furat wa sa'ighun sharabu wa hadha milhun ujaj. Kjo ishte një fjalë shumë e shkurt, një fjali shumë e shkurt rreth ujnave të ambël me të cilët jeta e jon, kafshëve dhe bimëve, edhe jeta e insekteve dhe jeta e kafshëve që jetojnë jashtë adetit është me ta ngushtë I lidhur. Jeta e uji I cili është I gjelbët. Allahu Gjelle Gjelaluhu ne ka pruar dhe këtë lloj të ujnave për shembull. Edhe me te na ka mësuar që me të vërtetë ai që ai mençur nuk I duhet as një sekond më tepër kohë që ai të orientohet te Allahu Gjelle Gjelaluhu ve Gjelle Shanu. Kush e ka studiuar landën, e cila mirret me gaznat në ajër, e cila mirret me gaznat në tokë, e cila mirret me gaznat nën toksore. Është realiteti I pamohueshëm prej realiteteve që nuk mohohet se toka lëshon gazna. Shumica prej gaznave që lëshon toka është helmues. Unë e baj pyetjen time shkencore prej kursiz xhamisë. Kush është ai filter I cili këto gazna helmues që lëshon toka I pastron masi dalin prej nën sipërfaqes tokës. Ato e bajnë me shumicë detnat të cilët Allahu Gjelle Gjelaluhu I ka krijuar dhe ne I ka prezantuar në Kur'anin e Kerim këto nëpërmjet numrit, nëpërmjet përqindjes madhe të kripës edhe nëpërmjet përqindjes të gjanave qera që I bajnë brenda. Kush ja organizon njeriu këtë jetë? A ka mundësi ai me ngrejt dorën me tregu se edhe unë kam lujt një rol këtu? Allahu Gjelle Gjelaluhu e ka kriju ruzullin toksor,
edhe hapsinën që e pështjell ata, edhe ka kriju në ta elemente të cilët ta kanë organizu o njeri, jetën në mënyrë më të përsosur, jetën në mënyrë më të bukur që ti të flish rahat, edhe të thithësh frymën e Allahu xhelle xhelaluhu të pastër, ta thithësh oksigenin i cili është 21% hapsin, i pandrishueshëm prej se ka kriju Allahu xhelle xhelaluhu deri tash. Allahu ka kriju lloj-lloj filterën këtë botë. Ti e ke pa qametin, nuk e mujt me nxerr timin e duhanit, i cili është helmues prej dhomën tonë, vetë e ban, vetë ke vështirësira dimnit me qit jashtë, për shkak se je shumë i ashpër ndaj vetvetes. Allahu xhelle xhelaluhu ve xhelle shanu ka kriju gaze helmuese në botë, për të cilët janë të dobishëm në një mënyrë prej mënyrave kur ti shfrytëzon njëri për gjëra pozitive, mirë pa ato në hapsin kur dalin, pa vetë kërkan janë të dëmshëm. Allahu xhelle xhelaluhu ka kriju oqeane, ka kriju liçej, ka kriju ujna me kripna, ka kriju krip në te. Pse kanë det në atë kripa thu? Për shka kripa në deti? Jashtë asaj që në nëzirëm dhe kemi dobi në bukën tonë dhe në disa qona qera. Vetë deti nuk ban pa te, për shkak se kripa është element i cili deti nuk e len me umik. Pra det në pa krip kishin me qenë uj të mikura, e uj i mikt është shumë katastrofal. Këta e banë Allahu xhelle xhelaluhu ve xhelle shanu me dorën e fuqisë ati perfide, e cila nuk ka dorë mbi dorës ati kur don me krini punë, e krin vetëm kur dëshira ati don të bëhet ajo punë, para se të flitet punë e ati krijet. Edhe ujnat me krip në botë nuk janë të njëjtë, do të thotë detnat me krip në botë nuk janë të njëjtë. Unë do ta cekë vetëm për shembull, për kuriozitet, një deti prej detnave i cili formalisht në gjeografia ka formën e liçenit, ama bën emrin e detit. Është fjala për detin e vdekun, i cili gjeografikisht gjinet në Palestinë. Një pjesë të atij e ka Israili Jahudit lanatullahi taala alehim. Inshallah lirohet prej ative sot inshallah. Një pjesë është ka ana e perëndimit Jordanit. Kush ka qenë në këtë deti, edhe ai shka s'ka qenë, edhe ai shka ka qenë, ku e diun e sa janë të barabartë në këtë aspekt. Na jemi mundu djarë në disa dhoma me spjegu prej detit vdekur diçka kur na ka rasti, njerëzit na kanë këshirë me si të habijës. Çka po folki për Zot Zotit? Çka atu folki? Unë tham për shkak se i kam përjetimet e mia në atë deti. Kam përjetimet e mia. 37 gram e gjysëm krip me 1 litër ujë. Do të thotë, detnat kur kanë krip normal janë të gjelbët. Ki deti nuk kanë si gjelbët. Ki ka kalu në prej fazës e gjelbët në fazën e idhët. Do të thotë uja është idhët. Çfarë cilësi në ta ka mrena? Kur të hish me ula në ta, kur të hish me notu në ta, ai që noton edhe ai që nuk noton janë të barabartë. Kurse në detnat qerë kjo vërtet nuk është. Ja din me notu e futësh, ja nuk din me notu e futësh. A në detin e vdekur je i barabart me atë që s'din minutu. Do të thot, ti që din, ti që s'din, jeni të barabart të dit. Të dit, muni lirisht me kalun mesin e detit, plus asaj, me kalun mesin e detit rahat, edhe në mbi deti me ull kam kreq, me shoqin tanë, me lujt një loj, edhe rahat mundesh me pi duhan. Rahat mundesh me pi cigare. Mbi si vërfashin e detit në mes. Për qatë kur i folim të fjalë njerëzit në këshirin me si të habijës, të qka po fletë ki njëri, mbi deti unë me nejt kam kreq, po, mbi deti ullësh ri kam kreq, pas një problem. Si dush me i lishu kom të poshtë, ti do të batisësh deri në vendin ku ashtë ripi i pantoloneve tua, edhe as 1 milimetr ma poshtë. Rrgaditu, edhe ka dal si dush me hec, ka dal të i luj kom, del prej deti, sigur shka del prej kalamoqit tanë. Rahat. Këto janë cilësit këti i detit veçanta. Ki ujë në 300 milion litra ban 1 kilogram altan mrena. Gjdo 300 milion litra 1 kilogram altan ashtë mrena. Jahudit që i fotet ka ona e vetë e kanë fabrikën e altonit, edhe ka ona e Jordanit ashtë, por nuk funksionon. Ato që ka banën, ato i blejtë njerëzit me para që fabrika e muslimanve mos të funksionon në këtë fush, funksionon fabrika ative. Në këtë bot lojna shumë të ashpra, në këtë bot njëni qetrit mundohet gjithmonë me avu komën. Kjo bot me një mënirë prej mënirave ashtë intriga, a intrigashet Allahu xhelle xhelalu nuk i donë, për te kemi folën kaluarën. Pse Allahu xhelle xhelaluhu në ka pru ujnë e ambën edhe ujnë e gjelp shembol Kurani Kerim. Neve në kursi kjo na intereson. Unë nuk jam njëri që spjegoj det në xhami se kam atë lamit studiuar. Po unë i ceka këto gjona për hyrje e që tash po pyesim pse Allahu xhelle xhelaluhu na i bjen Kurani Kerim ujnë e ambën për shembol edhe ujnë e gjelbët. Pra tash po kalojmë dersin e sotit. Kur pijet ujë ti e dho. Edhe unë të bi ti e një gojë prej ujit bunorit, apo prej ujit qashme që në rrethon neve.
e pin me knaqësi si ta kishe lip? E pin me knaqësi, në rregull. Por rastësisht, me deshtun si shoq të ngusht, me të provokun me xhlis mirë, edhe ta marr një gotë ujë ta mushi për xhims me kryp. Edhe e përzi mirë atë. Të parën herë kur ta shijojsh ngu, çka kishe me u bath, si kishe me u sell, a kishe me u rrull pak një herë? A kishe me pështi jashtë? A kishe me largu gotën? A kishe me bone ajgare me muë? Po me siguri kejtë këto kishe mi bo. Do të thot, nuk ta ka da shpirti mirë, se ke pranu me knarsi. Allahu be ujna të ambël e ka për qëllim besimin islam, i cili shumë let edhe me knarsi kalon në shpirtin e njeriut menqur. Kurse me ujnë e gjelbët e ka për qëllim kufrin edhe mos besimin, hipokrien, munafiklëkin, i cili të cilët njeri i menqur shumë me vështërsina mujtësh me a imponu. Edhe wama yastawi al-bahrani hadha 'adhbun furatun sa'igun sharabu wa hadha milhun ujaj. Nuk janë të barabartë besimtari i cili kur të bisedoje fjala ati është e këndshme, i cili kur të bisedoje fjala ati është e rrjedhshme, i cili kur të thoje diçka fjala ati ka undir, i cili kur të bisedoje fjala ati ka kuptim, i cili kur të bisedoje fjala ati ka pesh. Kurse në anën tjetër fjala e qafirit, fjala e cila s'ka besimta, fjala e cila s'ka emanetnta, nuk deporton kollajt e njerëzit e mençur. Ajo ta çon ballin me urrull kur ta ndëgjojsh. Fjala e munafikit është ujë i gjelbët, është katastrofë kur ndëgjohet. Ajo faktikisht në sipërfaqen e vet, ban diçka në sipërfaqen e vet, në mbrëmësitë e asaj ka tepric. Këto janë shembuj kuranor, para çka Kurani i Kerimi nuk është fjala e një filozofit apo fjala e njërit, ai kur t'i bërë shembull i bet falëvizshëm, ai trezon prej tokës kur të ndëgjojsh shembujt e ati edhe nuk na lën mos i jemi të mençur muluhat me mendu mas, a thua ka mundësi ma ndrishe? Jo, s'ka mundësi ma ndrishe, vetëm ashtu që që prezanton Kurani i Kerimi. Pra, në këtë kuptim këto di ujnë ndan, apo? Në këtë kuptim këto di ujnë ndan, njëri është i ëmbël, tjetri është i gjelbët. Mirë, po në disa dobi takohen prap. Në disa dobi, në disa fusha, këto di ujnë takohen. Sikur kush për shembull. Ania hec edhe mbi detin e ëmbël, edhe mbi detin e gjelbët. Allahu xhalla xhelalu ka thonë Kurani i Kerim, wa min kullin ta'kuluna lahman tariya. Prej detit ëmbël, edhe prej detit gjelbët, nxjerrni peshka edhe hani mish të freskët. Kush a mish i freskët për qëllim këtu? Mish i freskët për qëllim është peshku me këtë llojet e tij ndeti, edhe ato shpenzat e detit. Kush ka shku te deti i ka pa, janë disa shpenzë binë edhe çon, edhe lundrojnë hecin masanijeve, janë mish shumë i bukur për ta ngrënë, janë mish i freskët, edhe ato Allahu i ka për qëllim këtë ajet. Ka thonë min kullin ta'kuluna lahman tariya. Do të thotë edhe prej ujit gjelbët, edhe prej ujit ëmbël pasmi disa dobi. Edhe prej muslimanit të ëmbël, edhe prej muslimanit të rrjedhshëm, edhe prej muslimanit dashëm kemi dobi. Kemi dobi disa në këtë botë, edhe prej atij që ka sa musliman, edhe prej atij që ka sa i gjelbët, edhe që ka sa i ëmbël. Për shembull, sa i përket fesë, Tesla ka qenë i gjelbët, mirë po dobita atij kemi në xhami të ndezura për shembull. Sa i përket atij që e ka bën kasetofonin, atij që e ka bën magnetofonin, atij që e ka bën mikrofonin, atij që e ka bën kasetën, atij që e ka bën videon, televizorit mos i njehim kerrin edhe pjesët e tij. Këto çka janë? Këto janë për Allahun xhelle xhelalu sa për këtë besimin njerëz gjelbët, mirë po për dobit e kësaj bote i takojnë tamlës. Pra, në ndamin disa punë takohemi. Ndamin disa punë, kur është çështja e besimit, dihet Allahu xhelle xhelalu ka pranuar. Kur është çështja e veprimit, dihet kush ka bën vepra të mira dhe kush s'ka bën. Dihet në këtë botë kush është i famshëm dhe kush nuk ka i famshëm. Edhe para çka ku me një fjali kam thonë me një ders për derseve të kaluara në këtë Ramazan. Ai që është jo musliman edhe ka bën veprime të mira në këtë botë, hesapet e veta pitë dera e vorrit atë tanena i çeron me çetrekan. Mirë, po për këtë botë ka qenë i dobishëm, s'ka dyshim. Wa min kullin ta'kuluna lahman tariya. Allahu xhalla xhelalu ka thonë edhe prej atij hani mishe, freskë do të thonë njëri dhe tjetri mund me qenë dobishëm për këtë botë. Në rregull. Thonë wa tastakhrijuna hilyatan talbasunaha. Për njënit edhe për tjetrit nxjerrni stoli. Allahu xhalla xhelalu ka thonë në Kur'anin e Kerim. Në njënin edhe në tjetrin keni stoli. Kush ka për qëllim stolin këtë ajet? Në suratul Rahman Kur'ani i Kerim ka thonë Allahu xhalla xhelalu në juzën 27. Ka thonë wa yakhruju minhuma al-lu'lu'u wal-marjan. Nxirret del prej detit di materie, dalin prej detit di materie,
shumë të konsiderueshme, shumë të çmueshme, shumë të vlerëshme për njeriu. Njëri ka emrin në gjuhën arabe lu'lu, shqip nuk e di ç'i thojnë. Tjetra ka emrin në gjuhën arabisht merxhan, shqip nuk e di ç'i thojnë. Po ja shpjegoj ndryshe ashtu siç e lexojmë në literaturën tonë. Lu'lu janë disa lloje goacave ndeti, të cilat jetojnë poshtë thellë, edhe presen në jetën e vet, që ti prek një grimë se zalli jabanxhi, mas një kohe, mas disa ditave apo mujve, del një gjë, një lang, një materie, një substancë prej barkut asaj goace jashtë. Kur të forcohet me një mënyrë prej mënyrave, këto jabanxhit që hinë prej nalt edhe i nxjerrin gjona të vlerëshme prej funit detit, i nxjerrin çato dhe marrojnë stoli, qafore shumë të bukura, vath apo zinxhira të qafës për gratë, shumë me vlerë të lartë, që sa i thojnë lu'lu arabisht shqip, të më falni. Kurse merxhan është një materie e cila shtrihet në deti, disa mila, është e rrezikshme për anijet e vogla detare të cilat mirën me peshkatari. Është e rrezikshme për atë njeri që hin vetë në deti edhe nuk e njeh detin sikuraj që nuk e njeh shkratinën. Me një mënyrë prej mënyrave të posaçme i ndërpritën lidhet edhe bëhet me vetë si mresh në formën e lentës prishun, edhe qitet jashtë prej kësaj bën po ashtu gjona shumë të çmueshme dhe të vlerëshme, të xhavahirxhit mujtesh me i pa, jo këtu në të nas ka oksigjona, po të ato xhavahirxhit pasanik në botën islame, a gjë mujtesh me i pa, për shembull, një varg prej këtij madenit, prej kësaj zeje, prej këtij elementi, prej kësaj substance e cila merxhan e ka emrin, një varg, një pllom i gat, një varg 25 santim, e kije për shembull deri në 500.000 marka, e kije deri në $350.000. Para këto punë janë tonat, këto punë nuk janë tona, këto janë për shpjegim Allahu xhalla xhelalu çka ka krijuar dhe ne me ka jetojmë ta dimë se nuk kemi vet dora atij çka ka krijuar mirë, po na nuk kemi punë me 800.000 markë, 900.000 markë, 1 me 500.000 markë në zinxhir, gruas e gratë tona këto na faka nuk i kanë pas. A vesh një pafshin televizor dhe një herë, vesh një inshallah si morin vesh janë butuiste tonë na çesin te lashe. Wa ma yastawi al-bahrani hadha 'azbun furat سائغ شرابه وهذا ملح وجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Pjesa tjetër e dobive të këtive ujnave, Allahu xhalla xhelalu ka thonë mënyra e lundrimit të anijeve mbi te, ato të cilët e çajnë detin edhe ecin për ta pa dobit, për t'i pa dobit e tregtisë në këtë botë, për t'i ndruar, për ta ndruar ekonominë, për t'i ndruar landet ekonomike për të cilëve bëhet dobia në shtëpi, Allahu xhalla xhelalu sa kjo bëhet në mënyrë nëpërmjet detit. Edhe kjo janë një fuqi prej fuqive të cilën ne e konsiderojmë edhe na ndihmon me ardhër të besimi i shëndosh dhe Allahut fuqi plot. Xhamati ndershëm, kur është fjalat e anijet, e cilët lundrojnë mbi detin, të cilët na i prezanton Allahu xhalla xhelalu në ajetin 12 në surat Fatir. Këto janë dy pjesë. Njëra pjesë është lumturi, kurse pjesa tjetër është shkatërrim. Pjesa tjetër është marrja e njeriut. Ajo që është lumturi dhe harmoni është ajo kur unë në vendin tim e mbjellin i bereqet prej bereqeteve, edhe e shoh se në tregun tim s'ka parë, në tregun tim s'ka dinar për ata. Allahu xhalla xhelaluhu ma bani të mundur që të ma krijon një deti Adriatik, ma krijon një deti Mezhlet, ma krijon një deti një oqean Atlantik, ma krijon një Pacifik, pas Pacifikut jetë Zelanda e Re, pa në mesin e Pacifikut jetë një vend që le ka emrin Hawaii, ndoshta jetojnë njerëz atje deri mas Atlantikut jetojnë ato popull që jetojnë atje, edhe Allahu xhalla xhelalu në këtë botë më ka kriju është lirë, sa që ma mësoj rrugën e detit, ma ka mësu rrugën e ndërtimit anijeve, edhe mi ka mësu vendet në përmet landës geografike që profesori im i geografisë mi spjegoj drejt edhe qartë edhe pastër, ngarkoje urdhë që e shiten vendin qëtër. Kështu është originali, kurse fotokopja ka dalë shumë e keqe mas. Fotokopja ka dalë, ti ke drejta me dalë në deti, ti s'ke drejta me dalë në deti, ki deti ashtë i jemi, ki uja i jemi, o vllavi jemi dashur, a nana ajote ta ka bon Pacifikina, a lind nana Atlantika, nuk lind nana deti, a janë shi të gjithve, dush me qenë shumë i lirë, Allahut lirë në ka kriju në këtë botë, lirë duhet me jetu, a i që ne ka marë lirin për dore, duhet me ditë, se një ditë për ditëve, prej asaj duhet me hek dorë. Për shkak se ajo është e kejve, ata duhet ta gëzon çdo kush në botë. Për Islamin 3 vet janë popull. Për Islamin 3 vet janë popull. A janë 3 vet që janë të një kombit edhe kanë një gjuhë të vetën, për Islamin popull janë mo. Nuk ka në Islam pakis shumicë. Nuk ka në Islam ne imi kaq, ju i një kaq. Në Gjermane kam dëgjuar një herë
kur ishte puna e njësimit popullatës Gjermanisë në televizor e tha një fjalë shumë më pëlqeu, s'mu kish në tek mua kur me thonë ata. Tha unë nuk do të dal në regjistrim. Kështu tha, unë nuk do të dal në regjistrim. E pyetën ato gazetarët pse? Tha po unë s'jam pare me mnje. Tha unë s'jam pare, tha parat mnje, nuk njehen njerëzit. Njerëzit dijen sa janë. Edhe marrë punë, a janë më shumë se 3 shqiptar në një vend ku jetojnë? Ato janë 3 milion tipu folma. E pin 3 popull janë. Pin 3 përpejt shumic janë. Edhe u krimo. S'ka me diskutu. Kështu Allahu xhelle xhelal më ka falë këtë tokë. Ai kur e fali tokën nuk e ndoi në hartën e vet para se ta krijon Ademin. Ki vend e ka emrin Amerikë. Ki vend e ka emrin Rusi. Ki vend e ka emrin Arabi. Kësi s'ka pas. Do të thotë kam kriju njerin khalife. Zavendës, çka do të thotë zavendës? I lirë në qarkullimet e veta ku do na i me shku. Çka ka ajo? Çka ka ajo mos me pas mundësi me dal me himë? Çka është ajo punë kështu? Aleksaj i thënë liri, s'kam mundësi me shku në filan vend. Edhe kësaj i thënë liria. Unë du të vizitoj xhamien e 3 të Sulejman a.s. E ka ndërtu Allahu xhelle xhelalu, ja ka ndërtu jo jahudive. Ja ka ndërtu mos me pas mundësi me vizitu. Ajo xhami i takon fesë në të cilën jam unë. S'ka mundësi me vizitu. Edhe s'ka mundësi me vizitu edhe bëjmë paqë. Ani, e ati merë arën teme, edhe ndërtojnë i villën ta, në jamurin, masit i bajnë shito punë e ja banë me mu e paqë. Qito janë jahudit. Arën tonë unë e ta ma, e kri i kejt, e bajnë tapi për mi veti, e në i villën teme në ta, i bif mi të mi, edhe a i vanë të kolla, majs mramit theri tije, a bajnë paqë. Tonë e bote a jashtë me për jashtë, a thojnë bojnë ma bet. Shumë interesant be këto, shumë politikanë të mlaj, që po therin mu marrë vesh, a ma arabë s'po marrin vesh. Po ku merë vesh i zoti arës? Ku merë vesh i zoti shpijës, ja ke marrë shpijën, merë vesh. Po s'duhet aj me marrë vesh. Aj si të marrë vesh, sa është të marrë vesh. Si të marrë vesh, nuk është të marrë vesh. Këta, jo, gjëmot, vlaznit ndershëm, bota islame ka koka shumë të shëndosha. Në botën islame ka ulemat të cilët kur ta folin fjallën, s'ka mundësi fjallën e ative me lujt mo. Muslimanët kanë problemet e veta, ama ato janë freskët, ato nuk janë të humbër qish po i prezentojnë njerëzit të na. Po besa ato s'morin vesh atje. Jo, ato morin vesh shumë mirë, ato e din kë e kanë arën e vetë, ato e din kë e kanë shtëpinë e vetë, ato e din prej ku jam të okupu me ama, qka me bo, unë po du me shku në Kudus, s'po muj me shku. Pse ai shka ka okupu ata po thot, hajde bojmë paq një herë. Në nëshkruje se ashe jemja, move pash Zotin, me nëshkruje se ashe jotja. Këto janë ato botkuptimet të cilët na i nxjerrim nga kitabi Allahu xhelle xhelaluhu ve xhelle shanu, katonar që e thonë në bashkë si kimja prej të linit. Ndetna. Wa tara al-fulka fihi mawakhir. Anije tregtare, të cilët i bin njeriu, i sjellin njeriu lumturi. E ban mallin këtë vend edhe e shet në vendin tjetër. Ja u përkujtoj një shkrim prej dorës Sultan Hamidit, të cilin e shkrujti ai vetë me dorë, prej kabinetit ati. Ai deshti ta ndërton një mresh binarit shinës trenit, e cila i kishte shinat e veta të ndërtuara prej Istanbulit, Damask, Sanaa në Yemen. Drejtimi tjetër, Istanbul, Damask, Mojtas, Bagdad, Islamabad. Në vazhdim prej Islamabadit për Bombay dhe New Delhi. A i deshti të banë shinën e trenit prej Istanbulit, Damask, në djath Akabe, Kairo, Trablus i Libijës edhe Rabat, Maroko. A i deshti të banë prej Kairos për një deri në Johannesburg. Kështu ishte projekti i binarit shinës trenit Sultan Hamidit. E pytën, ambasadori Rus, e pytën në kabinetin e vetë. Tha, zotri Sultan, tha, pse kjo mresh, qka për duhet ka që madhe? Kejt botën, tha, për di punë. Për di punë për e bajnë, tha, numër 1, muslimanët e shtetit tim, kur ta mbjellin një gjanë Yemen, së në shesin, vinë në shesin Istanbul, e ngarkojnë tren, tha, për këtë punë. Tja bajnë jetën ative të lumëtur. Tha, në rastin e ditë, tha, si shëqijot, me marrë me masulmu Yemenin a gje, i hipi ushtarë për Istanbuli për dinati kam a gje me të pritije. Tha, për këtë di punë, tha, për e bajnë këta. Ajo u realizu një pjesë asaj. U bë treni për Istanbuli deri në Medine. Vetëm anglezët dhe francezët, ato flok bardhat, ato me çanta, ato që po dojnë sot botën me drejtu, ato e shtypën nëpërmjet të dërhelcit, edhe shokëve të atij Sultan Hamidin mirë,
edhe dështoj pruga, vetëm një herë treni kam rrinë Medine. Vetëm një herë hu. Edhe stacioni i trenit i shtetit Osman është në Medine, halasa derdh, kush ka qenë haç ka pas ndoshta rast me pa. Prugat, pragat e trenit edhe rruga e ngritur me zall, është halas edhe ma dit, shinat e trenit kejt truqa janë edhe pragat. Nuk ju konvenoj jabanxhive që muslimanët të kenë as i binari. Nuk ju konvenoj ative, kjo s'duhet me qenë, se muslimani po e mbjell në Istanbul, po e shet në Kairo, po e mbjell në Kairo, po e shet në Islamabad, kjo është shumë punë mirë. Po e ngarkon në anije këtu, po e shet New York, nuk ban, nuk kanë rregull diçka. Po është në rregull anije të lëndrojt me 500.000 ton naft prej gjinit të Akabas edhe prej gjinit arab të lëndrojnë, të shkojnë të marrin naft. Amerikanët, ato në vitin 1848 e zbulun naftin në Amerikë, arabët e zbulun në 1948 100 vjet më vonë, 250 metrë burgia me fella në botën arabe, 2500 me fella në Amerikë. Deri në vitin 65, 5% e shfrytëzonin arabët në naftën e vet, kurse 95% amerikanët sot janë kundërta, alhamdulillah që janë kundërta. 5% e shfrytëzojnë jabanxhit, 95% e shfrytëzojnë vendasin. Mallin e vet, s'ka problem, kështu duhet, edhe 100% bile inshallah do të arrihet. Do thot na jemi fresku, na kemi fillu me ditë inshallah. Xhamati ndershëm, kjo pjesa e para e anijeve, nuk du me zgat më shumë. Ajo pjesa e ditë e cila fatkeqësia e ative që lëndrojnë, ajo flota amerikane. Ajo flota 1 deri në flotën 6 edhe 7. Edhe ato janë anije prej anijeve, vetëm janë të merri i kësaj bote. Yazek Islami, yazek fe, yazek kursie ju bajmë ative njerëzve të cilët angazhuan gjithmonë këtë botë 95% djersën e njerëzve, shka ka pare në kasën e arkën e shtetit, janë njerëse e njerëzve, s'ka pare prej qili. 95, 97, 91% e argjuan për armatim. Me një kongres për i kongreseve të armatimin në Romu tha, se vetëm 5% të armatim që da për armatim me da për standard kjo botë kish me u shëndru me një xhennet. Kështu tha. Vetëm 5% me paksu bota atë që për armatim harxhohet kish me u shëndru ke lam shtoke për xhennet. Shka thu vllami i dashur, po të kish hec puna sipas Kuranit Kerimit. Po të kish hec puna sipas Islamit. Çative njerëzve, çative armatuzve, çative njerëzve që janë angazhuar për me ndërtu bombën atomike, janë angazhuar për me ndërtu bombën biologjike, janë angazhuar për ndërtimin e bombës neutronike. Kanë shku aq larg sa që kanë thonë me ndërtimin e bombës neutronike e kemi arrit qëllimin final. Hajde ta shohim çka keni ndërtu. Tha, kjo bombë nuk ka si bomba e Nagasakit e Hiroshimës. Kjo është tjetër. Çfarë kjo? Tha, kjo i merr vetëm shpirtat. Nuk djeg gjo kjo. Nuk derdh gjo. As nuk derdh, as nuk djeg. Vetë shpirtat i merr. O herësëz. Po ti qenë ke në musëzi ma i madhë që ka pa bota. Kër e ndërtove këtë bomba po një fishek 765, si do qoftë. Ka një fishek ka imë në 5 presje 5. Hala ma i vogël se i vogli. Por i zatë zotit, a ke din, a ke fe, a ke njërzi, a me ndën ti, se prej fishekit 5 presje 5, deri të torpeda, deri të raketa deti uj edhe uj tok, deri të aeroplani Concorde dhe deri të bombarderi, deri të B-52, kur i ke ndërtu gjithë të gjona, a je nalë me mendu, pse i ban këto punë. Rezultati i kësaj punës tonë atë fliqët me mit njerin ma i zbrami. A din këta jo? Rezultati i kejt këti saltanati ma i zbrami për shkash, njeriun me mit. Allahu në Kurani Kerim ka thonë min ajli dhalike katebna fi zebur annahu men vel injil vel Kur'an annahu men qatala nafsan mutaammidan fakaannama qatala an-nas jami'a. Kja është dini jonë me të cilin krenohemi. Në Tevrat, Zebur, në Injil, në Kur'an e kemi shkrujt ai që pi juve mit një njeri me qëllim, ai e ka mbyt tansin, ai e ka mit njerëzin këtë. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. Ai që ndihmon një, ai që ja lishon dinarin dorë, ai që ja jap kraut, ai që ja shtin kerrin njonit nudhe, të cilit I ka metë dhe nuk I ndezet, ai që ja nën dorën për mas, ai e ka ngjall botën, ai ka ngjall 5 miliardë më shumë njerëz. Këto janë njerëz. Jo ato që dalin lavdrohen, na kemi pershingun, na kemi raketën, na kemi këta, ato s'meritojnë me u lavdru. Ato janë të merë I njerëzijës. Kush lavdrohet këtë botë me armë, aja të mërë, aja shkrat, aja shakarat, aja nuk meriton konsideratat njerëzve.
Konsiderata meritojnë ata të cilët janë angazhu për mbrojtjen e ambientit, ata të cilët janë angazhu me da shkencë, me da dituri, me da moral, me da akhlak, me da ngritjen e njeriu në këtë botë, me ndihmu të varfërin, me ia dhënë hakun të lishtit, me marr prej të fortit. Këto janë njerëz. Pra anijet budakën në di pjesë, do kanë në lumturia e njeriut, do kanë në fatkeqësi, do kanë në tmerr. Hasret njoni me ngrejt gishtin me fol një laf. Hasret. Kishar flota e gjasht, ati, mirë është i buban ka mirë kishar. Shka ka ardhë? Ka ardhë me tut, apo? Ka ardhë me tut. Pa ajo qka ka kuptimin? Ajo ka kuptimin gjithmonë një policë të dhera jote. Qatë kuptim e ka? Sa ardhë dilish, ka dale, a i qele dirë po, bemale të njoftimin. Ku e njës me shku? Në gjiren. Tërsa sa ati do të risht, tërin gjasht. A do të vanosh mas gjashtve? Jo, nuk do të vanosh, po si kur mu vanu mas gjashtve? Jo, nuk do të vanosh, me titën e gjithë, ditën punon, të bo men të e këshirë sa atin, mu su bo gjasht. 4-5, më ledhët esh, a i shoqit e dirta. Që si jetë e kalojnë popojt prej të madhët që janë shikeq? Që si jetë e kalojnë popojt prej atit madhët i cili kejtë ruzullin të këshorë donë me patë vetën, me një mënirë prej mënirave, i cili ashpal gjandar botnor modern, edhe me emnin e kuj, me emnin e vurjes rendit. Do të unë s'po luftoj, po e ven rendin, po sem të luftu, po e ven rendin, unë e punoj i rend. Qish punon rendi, me qka punon rend? Qfar rendi? Tja se di se unë në shpijen teme vetë di me në rendina. Kja s'ka shku kur nërmen ti se unë në shpijen teme e di do ma qenë lëkin shme vua. Jo, ti e di, po do ma qenë lëkin tanë nas pedojmë na do ma qenë lëkin tonë. Atë që e du une, po e du edhe në shpijen tonë. Edhe prap i marë. Allahu Jalla Jalaluhu wa Jalla Shanuhu Kurani Kerimin e ka zbrit bash prej këtyre kurthave në përmet atina me ditë me unëzerë. Na kemi domashëllëkin tonë, na kemi shtëpinë tonë, na i kemi njerëzit tonë, na kemi lirinë tonë. Kush na i kanos, duhet me ditë edhe një herë po them, kush na i kanos liritë tona duhet me ditë farz, duhet me ditë se një ditë për ditëve prej asaj duhet hek dorë, se jonja, ashe jonja. Argumenti im më i fortë është se na prej tonës nuk do të hek mi dorë. Pra ajeti 12 sot me kaq maron pra nesër inshallah do të vazhdojmë në dersin ton me ajetin 13 surat Fatir. Allahu Jalla Jalalu prej juve më spari edhe prej neve kofti kënaqur inshallah. Ja u pagoft Allahu Jalla Jalalu durimin e ndëgjimit kësaj ligjërate modeste. Inshallah Allahu Jalla Jalalu edhe nimin edhe çera gjona gjithashka i bojmë para te prej neve kabulli ban lillahi al-Fatiha.